Live from Tirana. Live from Tirana. Ju ripërshëndesim sërish nga Live from Tirana, 11:08 orë eksakte në këtë moment, në këtë të martë, datës 8 prill. Dhe ndërkohë, përpara se të kalojmë tek i ftuari i radhës, dua t'ju ftoj të gjithëve të përjetoni eksperiencën më të veçantë televizive me aplikacionin Digital. Regjistroni online në faqen zyrtare, shkarkoni aplikacionin në çdo televizor smart dhe shikoni nga çdo vend i botës të gjitha kanalet televizive live të Digital, ato shqiptare dhe ndërkombëtare, si dhe videolibrarin më të pasur me mira evente. Abononi tani në digital.al me ofertën e muajit prill. Ndërkohë, duket që Elton Tozaj, opinionist, ka fjetur mbrëm në studio tona. Mirëmëngjes, edhe mirë se vjen në program. Mirë se ju gjej. Ke filluar të flesh në radio? Kam filluar të flen në radio sepse ti di që unë jam i dashuruar me Top Albania Radio. Sa të zjat këtë dashuria? E përjetshme. Thua? Po. Mirë se vjen program. Është krijuar. Pse flet lart e poshtë? Fjalë të këqija për banorët e Big Brother VIP. Sepse kush të paguan ty? Kush të paguan ty të bësh fushat kundër Gerta Gexharit, kundër Egli Takos dhe Pro Rozana Radit? Ka një grup armisor i cili po mundohet të sulmojë Shqipërinë, duke sulmuar Eglin. Elton, kam një pyetje. Gertën, Gjestin, etj. Ti e ke bërë Big Brother në videon e parë, Po, e kam bërë. Dhe duket që nuk ka pasur rrjete sociale në atë kohë kur e kam bërë. Ka pasur gazeta që diskutoheshin maksimumi në fan club. Ti duket që do shumë Big Brotherin, domethënë je i pasionuar për ta ndjekur dhe ta komentuar. Pyetja ime prej naivi është, çfarë fiton ti duke e komentuar Big Brother? Çfarë fitoj unë duke komentuar Big Brother? Dëgjoj, e para një ta nisim kështu. E di pse ta bëj këtë pyetje, sepse e bën me shumë pasion, pra edhe në studio televizive, por edhe në platformat tua sociale. Absolutisht. Një mbrojtje e madhe për Rozana Radin, unë kuptoj e kemi kesh. Pastaj. Okej. Më lër një të çerë këtë. Në momentin që ti një herë bëhesh pjesë asaj shtëpie, ti je pjesë e Big Brotherit, një nga gjërat që është një nga eksperiencat realisht më të bukura që ndodhin në jetë. Ti ngel gjithmonë në Big Brother. Po dhe Nita Latifi ka qenë në Big Brother, por se komenton. Kur? Nita Latifi ka qenë në Big Brother, por nuk e komenton. Është shumë më peshë madhe për mua. Nuk e përballoj, do ta kam lënë ty. Kështu që ishim te kjo. Unë bëhem pjesë shpirtërisht, për më tepër që ti bëhesh pjesë shpirtërisht e familjes së madhe Top Channel. Dhe ti dëshiron shumë të kontribosh dhe ti nga jashtë, sepse siç e dim ka dy Big Brother, ai që bëhet brenda dhe ai që bëhet jashtë. Ty të merr rrjedha fakti që ti je personazh publik, është kjo pjesa që ty të fton edhe nëpër studio. Por pastaj je si gjithë të tjerët që ti komenton lart e poshtë nëpër Instagram, Facebook, rrjetet të tjera sociale që normalisht është po një gjë. Si të tërë. Kjo është e përgjigja. Absolutisht, kjo është. Pse çfarë? E bën për të fituar lek? Jo, nuk është se fitoj lek. E bën për pasion. Kam lënë të tjerë njerëz që mund të komentojnë Big Brotherin për të bërë të famshëm. Kjo është përgjigja. Kjo ishte. Interesante. Pse duket dhe interpretohet nga disa prej ndjekësve, disa i ke pro dhe disa mendojnë të kundërt, që ti do të ishte çudi po ti kisha pro të gjithë, atëherë do kisha një problem shumë të madh me veten. Patjetër. Ke një fushat kundër Gerta Gexharit, kundër Egli Takos, gati ndonjëherë me një gjuhë jo fort dashamirëse. Të lutem, ku është një shprehje time jo fort dashamirëse? Po tani unë nuk i kam arkivuar, nuk i kam printuar, po ja të hap Instagramin tënd, të hapim Instagramin tënd dhe ti çfarë nuk poston për Egli Takon. Po pra, hape dhe ma lexo. Ti poston për shembull. Hape dhe ma lexo. Atëherë, duket që shqetësohesh për apo i ke fshirë? Jo, asnjë gjë, është e tëra, çdo gjë është aty. Sot e shan Rrugaçe e liktu aty për Egli Takon. Ku përfundoi një dinjiteti dhe edukata tashmë arrogante thua ti për Egli Takon. Stop, jemi këtu. Ku është ofendimi? Nuk thash ofendim, po thash një gjuhë jo fort komforte. Jo, tani ke postuar një video tjetër ku e vendos videot nuk i kam shpikur unë, po janë video që janë brenda. E ke vendosur një emoji. Po dhe pra dhe rusht, e cila do të thotë që del, pra kur si kapi do të rusht, tash janë pa bërë. Po, patjetër delpër është cilësi dinake. Të jesh dinake është cilësi e njeriu të zgjuar, Pra Gerta është e zgjuar. Po patjetër, unë nuk e shoh Gertën si njeri. Unë komentoj Gertën si lojtare.
Nuk shaj Eglin si njeri, se nuk e njoh. Po, ja për shembull, ke marrë një status të një personi në rrjete sociale ku thotë që Egli domethënë ironizon këtë Miss Pallati me faktin që ka luajtur me gira dhe beton dhe ti shkruan e hedh këtë gjë dhe shkruan që po mekesh. Po, sepse qesh me deri ku i çon imagjinata e njerëzit. Interesante. Po. Elton Toze, a je ti një fan si Rozana Radit? Atëherë, po ta përmbledh me një gjë, me një fjali. Do të jam shumë i lumtur që jam fan si një artiste. Jam shumë i lumtur i një vajze gruaje që ka mbaruar Akademinë e Arteve. Jam shumë herë më i lumtur që jam fan si një artiste, këngëtare, regjizore, aktore e të gjitha ato që ka veçori, sesa të jem fan si ndonjë njeriu të pashkoll, sepse nuk më përfaqëson. Unë jam fan si njerëzve që më përfaqësojnë, jo për faktin që unë jam artist. Ke takuar ti njerëz të pashkolluar në jetë? Po, nuk i kam fan, nuk jam bërë kur fan si atyreve. Po ta sqaroj. Domethënë jam shumë i lumtur që jam fans dhe mik i një njeriu të formuar. Absolutisht. Kush janë disa prej personazheve publik që ti vlerëson shumë? Shqiptar. 3-4, shpejt. Jepi to. Shpejt. Elsa Lila. Çfarë shkolle ka mbaruar Elsa Lila? Akademinë e Arteve. Tjetër. Emma Andrea. E dashuroj. Po tani mos ti e di që Andrea ka mbaruar Akademinë e Arteve. Po nuk kam unë s'qoftë ndonjë artist që ka mbaruar për fizikë bërthamore. Bëra gabim që ta thash çfarë ka shkollë ka mbaruar. Problemi yt jo imi. E diti të gjithë shkollat e njerëzve të suksesshëm në Shqipëri se çfarë shkolle kanë mbaruar ato? Po, jo, zemra, se unë nuk punoj tek gjendja civile dhe tek Instat. Se do ta themi këtë që një njeri pa shkollë nuk vlen. Po unë nuk thashë nuk vlen, më unë thashë nuk jam pse ai që po su bërë un fan si aty do thotë që nuk vlen. Faleminderit që më dhe ka shumë rëndësi që fakti që unë s'bëhem fan si dikujt ai nuk vleka. Steve Jobs e njeh? Steve Jobs po, e njoh. Është pa shkollë. Edhe? Einsteinin e njeh besoj. Steve Jobs ka vdekur, ka ndruar jetë. Po, e di që ka ndruar jetë. Dhe nuk mund të komentoj, po edhe ky i ziu ka vdekur dhe nuk mund ta komentoj, po. Ka qenë pa shkollë. Të vdekurit me të vdekurit, të gjallit me të gjallat. Mos u bë fan si Gertës. Unë nuk jam fan si askujt. E di. Unë bëhem fan vetëm atëherë kur Instagrami im mund të shkojë 200k për një muaj, po. Aty thua të paktën ja vlen, se i bën ja 50.000 euro dhe i fut në bank. Aty po. Shkojmë në reklama Tozaj. 10. Vazhdojmë të jemi në studio me Tozaj. Përpara se të vazhdoj të lutem, më lejo të përshëndes të gjithë ata që po na ndjekin për momentin, se po më shkruajnë sidomos nga Gjermania. Na ndjekin online. Na ndjekin online, janë fantastik. Faleminderit që ndiqni Top Albania Radio. I përshëndesim. Na nisin ndonjë lek zë ishte keq. Mirë, i përshëndesim patjetër me shumë dashuri për te shakave të gjithë dëgjuesit që na ndjekin në platforma të ndryshme online apo në aplikacionin ton të Top Albania Radio në çdo cep të botës apo në çdo cep të Shqipërisë nëpërmjet valve tona. Rozana Radi shpallet finaliste e parë. Si e lexon ti këtë? Lexoj si diçka që e pristim që të ndodhte. Pse dhe si e shikon vazhdimin e lojës së Gertës? Duhet të luftojë më ajo ende për çmimin e madh? Apo e ka të humbur betejën që me këtë përgjigje? Mund të ndryshon rezultate, se për shembull vitin e kaluar Juldeta mori një avantazh e zbuloi që ishte megjithëse në përqindje të vogël më larg se Egla, më pas Egla shpallet fituese. Ma thuaj ti, si e ke parë? Për sa i përket Rozanës finalistët parë ishte në mënyrë racionale. Racionale, po absolutisht. Për sa i përket duke parë lojën, jo si mik e Rozit, jo si fans siç më quan ti, patjetër dhe është kënaqësi për mua. Po si publik i thjesht, pa tifozlik me asnjërin, Rozana e meritonte në këtë votim. Të ishte përpara. Mund të ishte shumë e vështirë, nëse do të ishte përballë Gjestit, do të ishte konkurenca shumë herë më e fortë, që të jemi realist. Pavarësisht se unë prap mendoj që do kishte triumfuar. Rozana do të kishte triumfuar përballë Gjestit? Po, më lër të mbaroj një herë këtë me Gertën dhe do dalë edhe aty shumë shpejt. Pse? Kemi parë 110 ditë një Rozan luftarake, të dhimbshur, të qeshur, me humor, me karizëm, ironike kur është dashur. Dakor, po shifrat online flasin ndryshe. Në sondazhet e 2021-shit Lulbasha ishte fitues. Po e mbyll me kaq. Po flas për sondazhe politike. Më lër ta mbaroj. Po flas për shifra Instagrami. Okej, në Instagram Lulbasha në 2021 ishte fitues. Po flas për shifra viewsash. Po. Gjëra që janë shumë kollaj të dhe po flas për parashuta. Vazhdojmë.
Po flas tash. Nuk thash që është evidente. Shumë mirë. Atëherë, nëse ti ke 2000 euro dhe paguan 5 parashuta, 4 parashuta, se nuk e di se sa kushtojnë. Kjo nuk do thotë që ti fitove Big Brother. Po nuk e paguaj. Kjo tregon thjesht që ti ke lek. Gjesti nuk ka pasur kohë të planifikoj parashutat për Big Brother. Po flasim për Rozën, po flasim për Rozan. Pse shkon ke Gjesti? Mos je gjë vallë fancy Gjestit? Patjetër, un jam fancy Gjestit, fancy Gertës, fancy Rozanës, fancy Laertit, fancy Ozit, gjithë njerëzve që luftojnë të brenda. Po flasim për Rozanën dhe për Gertën. Pastaj dalim tek Gjesti. Okej. Atëherë, fakti që Rozana ishte më persistente, ka qenë koherente gjatë gjithë kohës në përballjet e saj me Gertën, me Eglin, me Gjestin, me nuk e di deri Laerti, Valbona, Jozi, Loredana, më thuaj një banor që nuk është kapur. Me vetëm nuk është kapur. Kështu që, okay, meritonte absolutisht, ishte finalistja e parë. Siç mendoj dhe vazhdoj ta mendoj deri ditën e fundit që Rozana meriton të jetë fituesja e këtij edicioni. Prandaj dhe loboj dhe punoj fort për këtë gjë. Ndërsa Gerta që doj sepse fokusoi lojën e vet vetëm tek Rozana. Në qoftë se Gerta do të ishte një lloj si Rozana, një kundra të gjithëve, do të kishte një televotim. Gerta ka qenë kundra të gjithëve. Mirë, do të kishte një televotim që do të ishte shumë herë më i fortë se sa ky që ishte këtë herë. Kështu që për këtë shkak Rozana ishte fituese absolute. Dhe për më tepër, një nga gjërat që po e nxjerr akoma dhe më keq Gertën është fakti që Gerta vazhdon dhe thotë që publiku më ka votuar mua, po këta ta kanë dhënë ty. Nuk e ka thënë kështu. Okej, si e ka thënë? Publiku ishte me mua, por ta dhanë ty. Ma gjej video. Të sfidoj. E kam të postuar. Nuk e ka thënë pra kështu. E kam të postuar. Atëherë, e kam të postuar, mund ta vë me Z? Sigurisht që ka. Mund ta vë me Z. Po pra. E kam parë atë që ke postuar. Atëherë, kur e ke parë pse thua që e kam atë që e kam parë atë që postuar. Sigurisht që ka vende gjithmonë për interpretim për deklaratat e banorëve. Nuk ka asnjë vend për interpretim, mua më vjen shumë inat që ndonjëherë gjëra që thuhet në ditën me diell, e bardha mbi të zezë e shkruar apo ta dëgjosh, thuhet jo, nuk e ka thënë kështu. Më thuaj në kontekstin tjetër si mund ta ketë thënë. Atëherë, unë po të them që shumica e deklaratave të banorëve që bëhen në shtëpi nuk merren për bazë. No, po më dëgjoj pra. Ka gjithmonë vend për interpretime të ndryshme. Dhe unë nuk e mohoj faktin që banorët ndonjëherë mundohen të luajnë dhe blofin. Po pra, po ti për shembull si e interpreton faktin që publiku ishte me mua, po ata ta dhanë ty. Kështu është e thënë tekstualisht e ke në profilin tim. Ti si mund ta komentosh? Ja pra të përgjigjem. Zoti Sharka. Më lejo të përgjigjem, se unë e kuptoj që e ke me pasion Big Brotherin, po mund të ishe futur bashkë me Rozanën. Jo, faleminderit. Si një konkurrent i vetëm. Faleminderit. Ajo çfarë unë dua të them është që unë e kuptoj që banorët ndonjëherë mundohen ta luajnë dhe blofin. Qoftë edhe me produksionin apo qoftë me shikuesit, duke u munduar të të çojnë mesazhe tek shikuesit. Le të merr me analizën e lojës. Pyetja ime ishte shumë konkrete. Atëherë kjo gjëja më thuaj e penalizon Gertën, ka ajo shanse për unë atë po them, që e penalizon. Për ta fituar jo, për të vajtur në finale absolutisht, që Gerta ka për të vajtur, se është një nga lojtarët kryesorë në atë shtëpi. Absolutisht, as se diskutoj fare unë atë pjesë. Puna është tek fitoria. Në qoftë se këto deklarata i thuhen për t'i dhënë publikut një spunto apo diçka tjetër, atëherë si duhet ta përkthej unë deklaratën, në qoftë se unë nuk e fitoj Big Brotherin, do marr benzinë dhe do ta djegi këtë biznesin këtu dhe i them burgut hapu. Atëherë, Elton Toza, e kemi një televotim të hapur mes Laert Vasilit dhe Egli Takos. Sonte në mbrëmje zbulojmë se kush do të jetë fituesi i këtij televotimi. Në sondazhin e gazetës Shqip Online, 53.46% del Egli dhe 46.54% del Laerti. Që është për të thënë që është një rezultat i ngushtë, pra nuk është 80-20. Edhe aq i ngushtë jo, por është relativisht në krahasim atë që ishte midis Rozanës dhe Gertës, relativisht është një sondazh i shkurt. Çfarë e bën të interpretueshme që dhe televotimi, nëse i parafrohet këtyre shifrave online, se jo gjithmonë ato që votojnë online janë ato që televotojnë, është i vështirë. Pra, kush fiton sonte? Un kam bindjen që Laerti. Pse? Midis Laerti dhe Eglit, njerëzit do preferojnë më shumë që Egli të ikë në shtëpi, sepse Egli ka hedhur dorashkën publikut, në qoftë se unë nuk dal në finale, unë largohem nga shtëpia. Po.
Është deklarata e Eglit Takos, kështu që kam përshtypjen publiku Egli do t'i japi ikën në shtëpi, sepse po publiku dëshiron të shohë spektakël. Më lërë të mbaroj, sepse kjo është gjë që është pak më duhet që ta shtjelloj shumë pak. Egli Tako ka qenë një nga personazhet më të dashura brenda shtëpisë Big Brotherit. Unë kam qenë një nga njerëzit që deri dje kam suportuar shumë. Doja shumë që Egli të dilte nga ajo shtëpi për të mirën e saj. Me rihyrjen, hoqa, domethënë aty pata një zhgënjim absolut që nuk e kuptova çfarë ishte kjo dëshira për të rifutur, për të vendosur dignitetin në vend. Dhe pash një Egli krejt tjetër, pash një Egli shumë agresive, fodulle, arrogante, gjë që mua më dha një shije shumë të keqe. Dhe siç ti bën top chartin e Instagramit. Po, social top 5. Po, social top 5. Atëherë ti fare mirë është edhe ti që Egli vazhdon dhe humbet ndjekës. Nga 300 më duket 60 a diçka e tillë sa ishte 314, nuk e tash ja 12. Çdo javë vazhdon edhe humbet, ndërkohë që të tërë personazhet e tjerë çdo javë fitojnë. Ky është tregues, është tregues që njerëzit janë të zhgënjur me Eglin dhe me lojën. Pak edhe luftë fancash, të mes shiftit them. Çfarë do të thonë luftë fancash? Po luftë fancas me fancash me shiftit. Jo. Ka ndodhur edhe në edicionet e tjera. Nuk më duket fare luftfancash sepse me sa un po shoh dhe po kuptoj. Ti do mbash më shumë mend gjëra nga ky Big Brother, nga Big Brother i Laertit, po nga Big Brother i Eglit. Jo çdo gjë që mbahet mend është e bukur. Para preferoj më mirë të mbaj më mirë mend pak edhe ti diçka. Po të definicionojmë fjalën të bukur. Çfarë është e bukur për ty, për mua është po është relative, pra për mua, ti më pyet e mua. Po mirë, unë do të përgjigjem për veten. Dhe unë për veten time para preferoj të mbaj më mirë mend Laertin, po çfarë do mbash? Çfarë do mbash mend? Për të gjitha situatat që ai ka dhënë, ndaç gazmore, ndaç njohuritë që ai ka dhe po Sagapao Laerti do e mbaj mend shumë herë më shumë se sa të lutem mos më lër. Po atë e tha mami Laertit. Mi pra ka të bëjë me Laertin, kështu që këtë do mbaj mend më shumë, me që më pyet e mua. Toze. Po sherka. Reklama. Faleminderit. Live from Tirana. Po, Live from Tirana ka dhe pak minuta në dispozicion për ju, për t'ja lënë më pas radhën, programacionin të ngjeshur të Top Radio, i cili ofron muzikë e programe të ndryshme gjatë 24 orëve. Ndërkohë, Toze. Po. Rikthehemi sërish në program. Patjetër. Tek mikrofoni, lutem. Këtu jam, këtu. Pa mëra, kujdes mikrofonin. Mos ishe duke bërë statuse për Gertën. Ja. Qartë. Dëgjoj, kush janë dy finalistët e tjerë, nëse do të jenë 4? Pra, e zëm se sonte, siç thua ti shpahet Laerti, kush janë dy të tjerët? Gerta dhe Gjesti. Kush fiton? Bigun. Po. Rozana. Pse? Jam fan se Rozanës. Me kë përballet Rozana në fund? Si e do përgjigjen? Si do duar, se do të vjen mbar, por me kë përballet Rozana? Për të gjitha ngjyrat që i ka dhënë lojës, për të gjithë dinamikat, për çdo lloj gjëje, për të zhurma të mira, të këqija, të bukura, trishtimet, gëzimet, të lutem më lër ta mbaroj, fiton Rozana Radi në një super duel fantastik midis Rozanës dhe Gjestit, dy super lojtarët e këtij edicioni. Me kë përballet në fund? Sa po ta thash, Rozana dhe Gjesti me dy super lojtarët e këtij edicioni. Po pse Kështu është kurse ke mendjen. E ke mendjen te Gerta. E kam te Gerta dhe te Olta. Edhe te Olta, po. Te Olta s'TV-faj. Pyetja është e tillë. E kuptoj analizën tënde dhe e kuptoj që nuk mund të jesh 100% racional, por pse? Jo, unë jam 100% racional, të lutem. Duket është e qartë. Po jo, më fakti që ti pëlqen një lojtar nuk të bën irracional. Dakor? Po se flet me absolutizëm pra. Ti nuk thua që ti nuk thua Ronaldo, kur ti më pyet mua, un mbaj përgjegjësi për atë që them unë për veten time. Jo për atë që kuptoj unë. Jo për atë që kupton ti. Qartë. Atëherë, unë jam duke thënë këtë që në momentin që ti thuaj që ky Big Brother në fund do të përballet me Serozit dhe Gjestit, dhe me dy super lojtarë të këtij edicioni. Po mirë, pra ja ta mbaroj pyetjen. Domethënë ajo çfarë mua aso bind është që ti flet me absolutizma duke thënë që 100% të Big Brother fiton Rozana. Ne nuk e dim. Ky është vështrimi im se që shumë i habitshëm. Kë do të them? Në një përballje shumë të fortë në finale midis Rozanës dhe Gjestit do fitoj Egli. Jo, unë do të thoja që nuk i dihet. Përballja do të jetë shumë e vështirë. Unë për veten time mendoj që fiton Rozana. Çfarë s'të pëlqen ty te Gjesti që e bën një fitues këtë djalë? Gjesti ka pasur disa herë ka çeduar.
ka qëduar në trajtimin si domethënë si ai ka trajtuar Eglin. Gjesti ka qëduar kur ka kaluar murin. Gjesti ka qëduar kur ka kërcënuar produksionin me djegje me benzinë. Gjesti ka qëduar kur kërcënon produksionin vazhdon. Kjo është një gjë që nuk i jep shihet mirë publikut. Mbase mund të t'japi ty, po mua jo. Kur i thot produksionit që nëse juve nuk më zgjidhni mua fitues, unë do ju bëj juve kullaç këtu dhe do ju nxjerr të tëra lakrat në shesh. Tani, këto gjëra për mua të bëjnë që ti si lojtar të çedosh. Për sa kohë ti çedon, gabon, sidomos në metrat e fundit, ty të bëjnë humbës. Elton, kush janë 2-3 gjërat që mban ti më shumë si shikues nga Big Brother VIP njëshi? Njëshi, debatin e fortë të çdo prime midis Ilirit dhe Donaldit. Lotët e Ariolës dhe humorin e Monikës. Çfarë mban ti më shumë nga Big Brother VIP 2-shi? Louise Aylin, Kiara Titon, kaq. Çfarë mban ti më shumë nga Big Brother VIP 3-shi? Egla Cenon. Egla të dua. Çfarë mendon që do të mbash ti më shumë nga Big Brother VIP 4 kur Absolutisht Rozana Radin. Për çfarë? Kam gjatë gjithë kohës si ti them të thirrë, them edhe një herë ta fillojmë me emisionin nga e para. A the lotët e Ariolës humorin, Rozana për çfarë specifikisht? 360 gradëshin e saj që është shfaqur në atë shtëpi. Kush kanë qenë dy momentet më kulminante të këtij edicioni? Për mua? Po. Ka qenë rrëfimi tronditës i Rozanës dhe Laerti dhe Bernardi. Historia e tyre kur ata kanë qenë të vegjël. Dhe sa për Eglin apo këto tjera që më thua, jo, më tepër do mbaj mend zoomin duke fikur dritat se sa Eglin duke qarë në këmbë të qestit. Qartë. Falenderoj shumë për sinqeritetin. Jam shumë, e di. Edhe nëse Rozana nuk fiton, jeta vazhdon. Jeta askujt nuk varet nga fitoria e Big Brotherit. Do të ishte më e bukur për Rozanën, patjetër, absolutisht, sepse do të arrinte disa qëllime që ajo ja ka vënë vetes për të bërë nënë e tjerë për të patur këto mundësit, por dhe nëse jo, fundja jeta vazhdon, ata do të jenë shok jashtë, ne do vazhdojmë të komentojmë Big Brother të ardhshëm. E kaq, është po një gjë. Mbetet për të parë nëse disa njerëz janë të destinuar të fitojnë festivale dhe reality show apo janë të destinuar të fitojnë vetëm festivale. Elton Toza, të falenderoj shumë për kohën dhe të uroj një të marrë të bukur në vazhdim. Faleminderit edhe ty Ronaldo. Rikujtese, edhe pse mendoj që nuk ka shumë nevojë për rikujtese, e keni të gjithë të memorizuar. Sonte në 21:15 vjen Big Brother VIP Albania 4 në ditët e tij të fundit. Ku do të mësojmë finalistin apo finalisten e dytë të këtij edicioni. Unë ju përshëndes këtu të gjithëve duke falenderuar Danko DJ, të gjithë ju që na keni dëgjuar. Ne do të ridëgjojmë sërish nesër. Deri atëherë, një të marrë të bukur në vazhdim dhe e mbyllim me Ago dhe Lyrical Son me Tjera Gajle, pjesë të Top List. Kalofshit bukur.